Namazim, kurbanim, jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun, Zotin e botëve. Kështu thuhet në Kuranin famëlart, duke vendosur kurbanin në mesin e adhurimeve kryesore dhe përkushtimit ndaj krijuesit. Një ditë para festës, në tregun e kafshëve në Gostivar, po bëshin blerjet e fundit të kafshëve për kurban. E për besimtarët musliman, kjo nuk është thjesht një tregti e zakonshme, por një ibadet me rrënjë të thella në traditën islame që kujton sakrificën dhe përkushtimin e profetit Ibrahim. Unë i gjonë shenjtë për ne. Për musliman, çdo musliman, si ja plëson Zoti dëshirën të athere, Zoti ja bof kabull gjithë musliman, ku liet dilli dhe ku bëren datë. Va boft, kabull. Ju a mendoni se duhet shtyhet besimtari për çmimin apo të zgjedhë më Ja, mirën? këto në pazar, duhet pak një fjalë, një hajde ta marrë shkën shtëpi. Se nuk fitohet as 10 euro më shumë, as 10 euro më pak. Fitohet qira ditësh, nuk fitohet sot. Sot Zoti va bof kabull gjithë. Kurbani është një sakrificë që edhe ati e tregon çdo kush, kur e therr kurbanin e tregon besimin e plotë se vërtet është çdo gjë e bën për hir të Allahut. Do ta bëni një kurban njëri, se e ka obligim për hir të Zotit, e ka obligim ta bëj. Unë për vete po çdo vit familja, mo kush si ka musaj bën e ka dinë e ka tre familjen, sikur e ka familjen, e kupton. Po kurbani është i majrë, si thonë hoxhallarët, ta presh kurbanin sta që me ka i delja dashit qa se vape ka. Interesimi ishte i madh, ndërsa blegtorët shprehin të kënaqur nga shitjet, duke treguar se pothuajse të gjithë kurbanët e sjell në treg tashmë ishin shitur. Çmimet silleshin nga 200 euro e më lart për kokë, por shumë besimtar thonë se kur bëhet fjalë për këtë lloj sakrifice, pesha e tij shpirtërore është më e madhe se vlera monetare. Këtë vit kemi pas 700 copa. I kemi shit. Kretë kemi një 20-30 copa. 200 euro, 200 edhe. Çaj është çmim normal. Si vendi ku vendi. Jemi të kënaqur. A shtyhen besimtarët ke çmimi apo Kurbani është normal pak hallat shtënjesh, pak ama s'është problem. Mirë, bereqat është mirë jemi. Unë punojmë se unë mirëm edhe me këtë punë jashtë, me kurbanët, se këtë vit kena ngarku shumë për Algjerin, kurbane, mbi 1 milion. Mbi 1 milion kurbana kemi ngarku, atje nuk e këshirin çmimin. Edhe një dash, shembull si ti, shembull se këto është afër, shkon deri në $1.500. Unë tregoj drejtën, alhamdulillah, unë kurbanat i kom shet, 70 krej, i kom shetet, unë i kom gjithë, mund të thëmë, 50 krej i kom shetet kitë mërgjimtarët që më kam kanë telefon. Një 20 krej i kom këto që kanë marrë njësën të me i afrët, edhe tjetër send. si keni pas çmimet këtë vit? Çmimet i kemi pas shumë të mira. Prej sa kanë lëviz? Unë i kom dhënë prej 270 deri 330 euro. Gjithë, 70 krej. A shtyhen besimtarët për çmimin kur vjen puna për kurban, për shkak se kjo lloj sakrifice ka kuptim të madh? Jo, kisha thonë jo, për arsye se kum pas shumë mishteri që e 280 ka dhënë 300. E kërkojnë më të mirën për këtë lloj sakrifice, apo? Po këtë i kam njohën dhe nuk ka qenë problem se kjo më e mirë, kjo më asish, çmimi ka qenë që jo, sa 280 mi ka dhënë 300. Përgjithësi, rritëm të shjesin bë, çmimet pak janë dopta si mjet. Sa i keni shit ju? Po 300 euro, 250 euro, 240 euro, 200 euro, për to keni si mjet ka shumë dhunja dobet janë shejt, ma shumë të vogla. Kanë drejtësim ma shumë ma të vogla. Kam ble, të shumëtit kam ble, majrë ka tjenë, nuk ka tjenë në keqë. Po ne kemi se pim 200 euro, njem 350 euro, 400 euro, kështu dash që i kemi shet, po pak në mungojnë mëngjetarët se nuk ka njerë, se ata ma shumë i bëjnë çmimet ma të mera, ata që unë shtetet qashme në kurbet, po i lutëm Allah të vinë ata shnoshe majrë. Njerë sot, sa i keni shit? Kemi shit një
4 copë. Për në pak kemi ne, në pak kemi. Edhe vavoru i festën e Kurban Bajramit, gjithve kurbeçarëve, gjithve lektorëve, edhe juve ashtu, me sukses ta kalojmë mirë festën e Kurban Bajramit. Kurbani nuk përfundon me therrjen e kafshës. Bukuria dhe urtësia e tij shfaqen në momentin kur ai ndahet me të tjerët. Tradita islame rekomandon një pjesë e kurbanit të mbahet për familjen, ndërsa 3 pjesët e tjera të ndahen me të afërm, fqinj dhe familjet në nevojë. Në këtë mënyrë, Kurban Bajrami nuk është vetëm festa e adhurimit, por edhe festa e solidaritetit, e lidhjeve varefisnore dhe e kujdesit për njëri tjetrin.